Kjo është një recetë për çuna, po sidomos në stinën e dimrit, është shumë e shijshme. Të dashur ndjekës, sot do bëj një pure, më pëlqen shumë. I kam lënë patatet, i kam qëru, edhe i kam lënë me ujë të ftohtë, se dihet që patatja është delikate. Hudh kokrat e patateve, 1 kilogram për 2 veta. Sa të mullohen patatet, jo dhe shumë, uji është i nxehtë, sigurisht, do t'i hudh edhe kryp. Po përdor pak vaj ullini, një lugë çaj të vogël. Dhe do ta lej rreth 20 minuta, ndërsa pa tenxhere, me tenxhere të zakonshme, patatja zakonisht zihet për gjysmë ore. Sa të mori val, unë do ta ul dhe do ta bëj me zjarr të ulët. Gjithmonë patatja do pak zjarrin më të ulët që të hyjë në brëndësi, të zbutet tamam edhe zemra e patates, mos të rrinë të forta. Purea me patate të re nuk bëhet. Nuk bëhet për arsye se del kokra. Ashtu erdhi ora për ta heqë. Kam marrë 2 gota me qumësh, po qumëshi duhet jetë i nxehtë, se do pak kujdes kjo. Ashtu ujin e patateve, do ta kaloj në kullesë, do e largoj qumëshin për momentin, 2 sekonda, t'ike ajo lagështia, se shtypet më mirë patatja dhe rri e fortë, nuk zë ujë. Ashtu është në rregull se filloj me 1 poshtë, në kohën që shtypun patate, ngrofet edhe qumëshi tamam që t'jetë qumësh i nxehtë, ja. Një lugë të vogël me t'lyn. Ajo e zbut shumë mirë kokra. Unë do t'i hudh edhe pak lëng mishi, pule e kam. I hudh pak kryp, se gjithmonë krypën e tërheq shumë mirë patatja kur është në lëng, si punë shëlline, se patatja me zi e man krypën, vjen si e omël pastaj. Po gjithmonë në lëngun ose në qumshin, hudhet pak kryp. E vazhdoj. Patatja duhet bëhet krem, jo topa. I hudhim nga pak qumshi i nxehtë, që po përgatisim, gjithmonë. Lëngjet duhet jenë të nxehta, si lëngu i pulës ose i mishit, edhe qumshi duhet jetë i nxehtë, që mos krijoj patatja kokriza, me i shtypi qik avash. Si e largoj qumshin, do vej pataten edhe pak. Rreth 400 gram qumësh do me 1 kile patate. Tashti e largoj. Vazhdoj procedurën e fundit. Do hudhim në fillimi qik voj, për t'i dhënë më shije, duhet të përdorim pak lyn. Për vlimin me voj edhe me lyn, nuk do t'i hudh as spec as gjë, as piper. Me këtë fteri do ka vërdish edhe mishin, do hedh pak ynyrë që të nxehet, jo shumë se ka vetë fterja, ka edhe ynyrë vetë mishi. Kam ca fileto pak gici, me ju thonë drejtën, po për çunat ato e hanë dhe derin, unë nuk rrej. Ja, pak kryp, jo të teprume, pak piper të zi, jo të kuq, po të zi, nga të 2 anët. Ashtu i lyj këtu me mill, lehtë, jo shumë, me tepru me millin. Rrite shumë e butë, s'ke nevojë ta rrafësh. Ashtu do t'i lejmë të skuqen, ja po i vej letrën e pjekjes. Tashti vej nga 2 dega rigon. Ajo e merr aromën vetë. Mund ta bësh dhe me mirë viçi, mund ta bësh edhe me gjokë pule.
Ashtu do ta myll funellën. Kjo që edhe dreka e çunave